Gjykata e lartë ka vendosur të rikthejë për rishqyrtim në apelin e GJKK-s kërkesën e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta lidhur me ndryshimin e masës së sigurisë. Ish presidenti kishte kërkuar zëvendësimin e masës arrest me burg me një masë më të lehtë, por kjo kërkesë ishte rrëzuar më herët nga gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Me vendimin e fundit, gjykata e lartë ka prishur vendimin e apelit duke urdhëruar që çështja të shqyrtohet sërish nga i njëjti trup gjykues. Ndërkohë theksojmë se një tjetër vendim është marrë ndaj çështjes së ish presidentit Meta. Burime për mediat bëjnë me dije se togat e zeza kanë vendosur të rrëzojnë kërkesën e tij për prishjen e pezullimit të afateve të paraburgimit. Kujtojmë që gjykata e posaçme vendosi në 18 mars që të kalojë për gjykim dosjen në ngarkim të tij, ish bashkëshortes Monika Kryemadi, nënës së kësaj të fundit Fatime Kryemadi, Piro Xhixho dhe Ema Çoku. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024. Ish presidenti po hetohet për 3 çështje: aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Aktualisht SPAK ka mbyllur hetimet dhe dosja e tij është dërguar për gjykim. Ilir Meta dhe Monika Kryemadi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.